Para publikut në Gjakovë është shfaqur dokumentari i realizuar nga BIRN Kosova, i cili trajton historitë e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, duke sjellë rrëfimet të familjarëve që kanë humbur më të dashurit e tyre. Dokumentari është realizuar pas më shumë se 200 orësh intervista me familjarë të viktimave të zhdukura gjatë luftës, dëshmitarë dhe persona të përfshirë në procesin e kërkimit të pagjeturve. Dokumentari plani për zhdukjen e gjurmëve ka qenë dokumentari zakonisht emocional, duke pas parasysh gjithë atë që populli jonë ka kaluar në vitet jo shumë të largëta, edhe vetë personalisht do më thonë, po them kam qenë pjesë e asaj katrahuar e cila është zhvilluar sidomos në qytetin e Gjakovës me datë 7 maj, të gjitha ato përjetime mu kthyen, kur me 7 maj të vitit 1999, unë si 17 vjeçar, do më thonë kam qenë pjesë e një grup jashtëzakonisht të madh, kur paramilitarët serb kanë bërë ndarjen e meshkujve nga femra dhe kemi qenë diku një numër jashtëzakonisht i vogël që kemi shpëtuar, ku pastaj pjesa e madhe dërmuese të tyre janë vrarë nga paramilitarët serb. Sipas dëshmive të paraqitura, viktimat nga qyteti i Gjakovës, masakra e Mejës, Krushës së Madhe dhe Pastaselit, pas ekzekutimeve u dëgjën ose u zhvendosën në varreza masive dhe individuale në Kosovë dhe Serbi, me qëllim që të fshiheshin gjurmët e krimeve. Rajonet e Gjakovës, Rahovecit dhe Malishevës përjetuan disa nga krimet më të rënda gjatë luftës, ku qindra civil u vranë dhe më pas trupat e tyre u zhdukën. Fakti që ka pas shumë të ri këtu në shkollën Prenkjakova në Gjakovë, tregon se sa më rëndësi është të kemi dokumentare të tilla. E përmenda dhe gjatë debatit brenda në sallë se pas gjithë këtyre viteve, dokumentimet e faktet lidhur me krimet e luftës, këtë rast edhe të zhdukurit, si pasojë e luftës mund të humbasin me kalimin e kohës. Përveç kësaj mund të vdesin dëshmitarët. Vetëm në Krushë të Madhe dhe Pastasel u vranë rreth 400 qytetarë. Edhe 27 vjet pas përfundimit të luftës, familjarët vazhdojnë të kërkojnë drejtësi dhe informacion për më të dashurit e tyre, ndërsa çështja e personave të zhdukur mbetet një nga plagët më të pambyllura në Kosovë. Kjo ardhe juaj në qytetin e Gjakovës, në komunën më të dëmtuar, si pasojë e luftës, më të zhdukur dhe më të vrarë, pra na jep një farë lloj motivimi, një farë kënaqësie, më thojë za të them, që çështja e zhdukurve nuk ka mbetur në harres, bile së paku, tani është duke dokumentuar që të ketë një histori shekullore, pra që e vërteta mbi këtë ato që ka ndodhur në Kosovë të mos zhduket. Kjo shfaqje në Gjakovë është pjesë e një serie prej 8 dokumentarësh që BIRN Kosova ka filluar t'i promovoj në 8 rajone të Kosovës, me qëllim dokumentimin e historive të personave të zhdukur dhe krijimin e një hapësire për diskutim publik dhe institucional mbi këtë plagë të hapur të shoqërisë kosovare.